Mos I gjykoni të tjerët. Mos I gjykoni që të mos gjykoheni, sepse me çfarë gjykimi të gjykoni, me atë do të gjykoheni, e me atë mas që me matni, me atë edhe juve do t'ju matet. Pse e shikonin lëmishtën në sy të vllait tënd, kurse nuk e sheh traun në sy'n tënd? Dhe si mund t'i thuash vllait tënd prit ta nxjerr lëmishtën nga syri yt, kurse e ke traun në syrin tënd? Shtiracak, nxirre me e parë traun nga syri yt e mandej do të shohësh ta nxjerrësh lëmishën nga syri I vllaut tënd. Mos ua jepni qenve gjën e shëntruar, as mos I qitni para derave margaritare tua, që pasi t'i shkelin të mos kthehen kundër jush e t'ju shijojnë. Lyp kërkohet trokit. Lypni e do t'ju jepet, kërkoni dhe do të gjeni, trokitni e do të çelet. Sepse kush lyp I jepet, kush kërkon gjen e kush troklit I çelet. Dhe e gjendet njeri ndër ju që po I lyp I biri buk I jep gur, ose po I lyp peshk I jep gjarpër, po që pra se ju që jeni të këqij dini t'u jepni gjëra të mira bijve tuaj aq më tepër ai Ati juaj që është në qiell do t'i jap gjëra të mira atyre që lypin. Gjithçka dëshironi t'ju bëjnë ju vetë njerëzit, bëni edhe ju atyre ja. Vërtet ligji I profetëve. Dera e ngushtë. Hyni nëpër derë të ngushtë, sepse e gjerë është dera dhe e gjerë rruga që çon në bjerrje e shumë janë asaj që kalojnë nëpër ta, se sa e ngushtë është dera e sa e ngushtë është rruga që çon në jetë e janë paksisht që e gjejnë. Pema njihet prej frutave të saj. Ruajuni prej profetëve të rrejshëm që vijnë tek ju e ju shtihen si dele, kurse për brenda janë ujq grabiçar. Do t'i njihni prej frutave të tyre. A thua vilet rrushi prej ferrash ose fiq prej morrizësh? Kështu çdo pemë e mirë do jep fryt të mirë, kurse çdo pemë e keqe jep fryt të këqija. Një pemë e mirë nuk mund të jep fryt të këqija, as një pemë e keqe nuk mund të jap fryte të mira. Çdo pemë që nuk jep fryt të mirë pritet të qitet në zjarr. Kështu pra do të njihni profetët prej veprave të tyre. Unë nuk ju kam njohur kurrë. Jo, secili që më thot o Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiellit, por ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë, o Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd, a nuk I nxorëm shpirtat e këqij në emër tënd, e nuk bëjmë shumë mrekulli në emrin tënd? Atëherë unë do t'ju them, kurrë nuk ju kam njohur. Shporoni prej meje, o bagçi, 2 themelet. Kështu kushdo I dëgjon këto fjalë të mia dhe I shtjen në veprim, mund të krahasohet me njeriun e urtë I cili e ndërtoi shtëpinë e vet mbi shkem. Rashje u çuan përrejt, fryn erërat e u përplasën për atë shtëpi, por ajo nuk u rrëzua, sepse kishte themele në shkem. Kurse ai që e dëgjon të gjithë këto fjalë të mira e nuk I shtjen në veprim mund të krahasohet me njeriun e marrë, I cili e ndërtoi shtëpinë e vet mbi erë. Rashje u çuan përrejt, fryn erërat dhe u përplasën për atë shtëpi e ajo u rrëzua. Rënimi I saj që I mall. Kur Jezusi I kreu këto fjallime,
turma e popullit mbeti i habitur nga mësimi i tij, sepse vërtet i mësonte si njeriu që ka autoritet e jo si skript e tyre.